Eventi organizuar nga Bashkësia Ungjillore Fitoria në Gjakovë, në bashkëpunim me Bashkësinë Ungjillore nga Gjakova dhe rajoni, solli në Pallatin e Kulturës Asen Vokshi një atmosferë të veçantë festive me rastin e festës së Krishtlindjes. Pastori Faton Berisha theksoi rëndësinë e kësaj ngjarjeje duke vënë në pav vlerat e bashkimit, paqes dhe shpresës që Krishtlindja përcjell tek besimtarët. Sot jemi mbledhur me rastin e festës Krishtlindjes së bashku, besimtarët ungjillor në Gjakovë. Mandja kemi edhe të rajonit që nga qytetet e ndryshme për të përkujtuar këtë festë, këtë kohë që është festa e dritës e ardhjes së Jezusit në këtë botë, pra është një kremtë e madhe, të cilët besimtarët zakonisht fund vitit mbledhemi e festojmë së bashku me familjarë dhe me miq përdash që kemi. Ndërkaq pastori Berisha përcolli edhe mesazhin kryesor që synon të transmetoj ky aktivitet. Mesazhi jonë është ungjillorëve në Gjakovë dhe në mbar Kosovën që të shpallim këtë të vërtet absolute për të gjithë njerëzit që të njohin se kush është shpëtimtari dhe ai ka ardhur për të gjithë njerëzit. Pjesëmarrësit shijuan një program të pasur artistik dhe shpirtëror duke krijuar momente të paharrueshme për komunitetin.